Jam në një nga libraritë më të vjetra dhe më të bukura të Evropës, ndoshta nga më të famshmet në botë, në sallën Prunksaal të Bibliotekës Kombëtare të Austrisë, një bibliotekë me rreth 200.000 libra, e ndërtuar eksaktësisht 300 vjet më parë, 1726, ku ndodhen ekzemplar të rrallë të publikimeve dhe të librave unik, të pjesëve unike. E gjithë libraria është rreth 18 metra, biblioteka 80 metra e gjatë, dhe me një lartësi thuajse 30 metra. Është një mrekulli, po i tregoj pak raftet e librave. Këto janë raftet e librave që shkojnë deri sipër. Tash janë ekzemplar të kohës së ndërtimit të bibliotekës. Raftet shkojnë deri në katet e sipërme, ose t'ju tregoj në këtë drejtim. Shifeni sa lart janë. Janë disa nga librat të ndarë sipas gjuhëve dhe pas tematikave tyre. Kjo është pjesa e librave të ekspozuar, ja dhe këtu, ndërkohë që gjëja më e mahnitse është qendra. Shifeni se si janë librat vendosur dhe se çfarë punimi ka kupola kryesore e bibliotekës. Është një mrekulli, ndërkohë këtej vijojnë disa globet vjetër të ekspozuar në një nga libraritë më të vjetra dhe më të bukura të botës në Vjenë.